o malet e Shqipëris, dhe ju, o lisat e gjatë, fushat e gjera me lule, që kam dërmën të ditë e natë. Ju bregore bukuroshe, dhe ju, o lumenjt e kulluar, quka, kodra, brinje, gërgje, dhe pyet të gjelbëruar. Do të këndoj baktine që mbani ju e ushqeni, o vëndhit e bekuar, ju mendjen më të freni. Ti Shqipëri, më jep nder, më jep emri shqiptar, zemrën ti më gatove plot me dëshirë, me zjarë. Shqipëria nëna ime, ndonë se jam i mërguar, dashurin tënde kur zemra se ka harruar. I duke u betuar, ta vinim besën në shpëtim. Prej lufteve gjari largohet, që është lingur travëtar. Kush është burrë nuk frigohet, por vdes një Faleminderit shumë. Ndjem shumë i nderuar që jam në mesin e motrave dhe vëllezërve të mi, gjithandej ku ka shqiptar. E arbëresh. Dhe dua t'ju uroj nga zemra këtë ngjarje kulturore të madhe që keni bërë ju, bashkëdhetarët tanë që jetoni këtu në Asti dhe trevave për rreth, me ngritjen e kësaj qendre kulturore dhe kësaj shkolle të gjuhën shqipe me emrin e zonjes madhe të kombit, Margarita Gjepa. Urime dhe egzofshi. Faleminderit. Jam shumë e lumtur që marr pjesë sonte. Kemi ardhur bashkë me Raifin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të festojmë shkollën e parë shqiptare me emrin e të madhes Margarita Gjepa, që ndjem shumë e privilegjuar marr pjesë midis emrash dhe artistësh të mëdhenj. Mizurave të kohës që kemi dispozicione dhe kemi artistë të mëdhenj këtu që vinë nga mbar globi që presin. Neve na vjen shumë mirë që bëjmë domethënë këtë koncert, na vjen shumë mirë që gjithë këto artistë nga mbar globi na kanë ardhur, por unë po e ndërpres për ta zgjuar më vonë, duke i dhënë tash fjalën madrinjës së këtij koncerti, artistes së madhe, nderit të kombit, Margarita Gjepa. Përshëndetje të përzemra të gjithve. Edhe njëherë një falenderim të madh kryetarit të shoqatës Gense Velaj për këtë organizim të mrekullueshëm që ka bërë në këto 3 ditë. Po sigurisht vjen nga qyteti i Shkodrës, i traditës, i kulturës, i personalitetet të mrekullueshme të artit në të gjitha fushat. Faleminderit zoti. Faleminderit shumë. Zoti Genci, faleminderit. Nën Tereza thot, në rast se nuk ke mundësi të bësh gjëra të mëdha, bëj gjëra të vogla, po me dashuri të madhe. Ju keni bërë gjë të madhe dhe me dashuri të madhe, që ngritët shkollën Udha e Shkronja këtu në Asit e Galisë, për të mësuar fëmijët tanë gjuhën e bukur shqipe. Ju faleminderit pa mas. Paradite i dëgjuan fëmijët tanë dhe recetuan shqipe në mënyrë të mrekullueshme. Po kush është merita që këta fëmijë flasin kaq bukur shqip? E nënës, gjua e nënës. Poetja Marieta Vjera në 4 vargje thot një qetje të bukur për nënën. Vetëm ti o i madhi Zot, bekim botës i ke dhënë, dhe nuk zbritem më në tokë që ditën që bëre nën. Nën o nën,
duke bëlbëzuar fjale artë, emri ytë, nën o nën malli pashuar, mbi të gjitha dashurit. Në rast se urat bashkojnë qytetet, këto do të thoja janë ura shpirtërore që bashkojnë njerëzit. Kjo është gjë e bukur që ne jemi midis jush edhe ju midis nesh. Janë ura tamam shpirtërore sepse unë kam shkuar në disa shtete për këto shoqata të mrekullueshme që kanë ngritur shqiptarët, jo vetëm në Greqi, në Amerikë, kudo. Është gjë e mrekullueshme sepse na bën të bashkuar pavarësisht se jemi larg, po prap jemi afër, se jemi shqiptar. Emigracioni ka qenë në të gjithë botën, kjo dihet, por për shqiptarët ka qenë pak e dhimbshëm. E tha shumë bukur zoti Zef, Loti u kthye në shpresë, u kthye në gëzim, dhe vërtet këtë gëzim e pam ke fëmijët tanë këtu në skenë, sa bukur folën shqip. Por duhet ta pranojmë që ka pas dhe dhimbje emigracioni. Aktivistja e shquar që jeton tani në Trieste, ajo ka bërë emigracion në fillim në Greqi. Në Greqi, dhe ka shkruar në një faqe poezi, do me thënien e saj dhe krenarin e saj që është shqiptare. Vitore Stefa Leka. Poezia quhet Emigranti. Dikush më thiri me emrin tim të parë, trupi më drodh, ngriu zemra e shkret, o Zot që është këshu, ky është emri im, emri vërtet, emri ndërrova me spagëzimit, për leje qëndrimi atje në Greqi, të ecurit ndërshova, gjuhën, besimin, që jam në të vërtet, asë vetë nuk e di. Ndaj, kur më thire, më ktheve në kohë, o vllai i gjakut, o bashkat dhetar, më zgjove të vërtetën malli për tokën, për njerëzit, më thire që të më kujtosh se jam shqiptar, se jam shqiptar. Faleminderit, faleminderit për të pritje, për të dashuri, o Zot, jemi prap midis jush. Faleminderit shumë. Kemi një dhurat të vogël juve, dhe se një tufe me lule, një buqete me lule, dhe nga shoqata jonë, një target, një jedi, me fotografin tuaj të personalizuar, ku është të shkruar në Aso Albania Piemonte, një njohje e thellë Margarita Gjepa, nderi i kombit. Zonja Margarit, ju si unë i fat në koncertin tonë. Sa po godët ju, erdhi dhe Sindako, kryetari i bashkisë. Na falni për të ndërprerje, po... Qendra Kulturore në Itali ka marrë emrin tuaj të nderuar Margarita Gjepa në nder të figurës tuaj. Çfarë mund na thoni? Sigurisht, jam e gëzuar dhe krenare njëkohësisht, që vëmendja e tyre ka mbetur tek emri im, më gëzon pa mas.
isha vetë prezent në Asti, jam mbushur aty me kënaqësi të jashtëzakonshme, sepse më del përpara historia e popullit tonë. Jemi popull i vogël me halle të mëdha, po me bukuri të mëdha të jashtëzakonshme. Gjithmonë gjatë jetës time jam frymëzuar dhe kjo më ka ndihmuar shumë në profesionin tim të artit, sepse ka qenë një inspirim i gjithë popullit tonë që e don artin, popull i mençur, i talentuar. Dhe aty e pash edhe në Asti, një qytet relativisht jo shumë i madh i Italisë, ku gëlonte arti shqiptar. Këta fëmijë të vegjël më bën me krenari të jashtëzakonshme, që nga mosha e vogël 3-4 vjeçë deri më të rriturit, me artin ton të mrekullueshëm shqiptar, me atë larmi të melodive, të vallëve, të veshjeve, të lëvizjeve të bukura, dhe që këndonin, recitonin me një pasion të jashtëzakonshëm. Kjo ishte merita në radhë parë e prindërve të tyre, e mësuesve të tyre, po mbi të gjithë, organizatorët që kishin krijuar këtë shkollë, do thoja, ku fëmijët mësonin gjuhën shqipe, po ku u hap perdja dhe u mbush skena me flamurin shqiptar, u emocionova, më pikoj loti, lot gëzimi, lot krenarie. E them këtë sepse populli jonë gjithmonë ka vuajtur. Ka vuajtur për arsye shumë të ndryshme, po gjithmonë ka mbijetuar. Ka mbijetuar me çdo gjë të bukur që kemi ne si popull. Jemi popull i vogël, po kemi gjëra të mëdha, do të thoja. E them me krenari këtë. Dhe të e pash aty në skenë me ata fëmijë të mrekullueshëm, që me sa dashuri kënduan, kërcyen, atë vallën tonë sikur kap qiellin me dorë, ato këngët tona të mrekullueshme, ato melodi nga më të larmishmet, janë hapur dek nga më të ndryshmet, edhe kjo më gëzon pa mas. Më gëzon pa mas jo mua si individ, po më gëzon pa mas për ata që janë aty, që po mbajnë gjallë artin shqiptare, gjuhën shqiptare, qenia shqiptare. Edhe po krijon dhe këtë italianët aty ku janë dashuri për artin tonë. Bëjnë dhe ata njësh me neve. Kështu që unë kam urimet më të mira, si nën, si aktore, si gjyshe, thënë që me jep krenarit jashtëzakonshme ky aktivitet i madh. Dhe kjo i dedikon jo vetëm prindërve që i ushqejnë fëmijët e tyre me gjuhën shqipe, që nga prallë do të thoja, po me këngët, me melodit, po mbi të gjitha mësuesët dhe mbi të gjitha organizatorëve me në krye Hasan Bulçarin, një Elbasanës që e ka dashur artin dhe e do, një njeri që i shushqyer që në vogëli edhe që bëre një shkollë për artin dhe të dashurinë e tij, mundësitë e tij, çdo jetë të tij, ai ja ka mësuar këtyre fëmijëve, i ka frymëzuar mbi të gjitha, i ka ndihmuar dhe kjo është gjë shumë e madhe. Pra ne shqiptarët me pasion, me dashuri, me përkushtim do të thoja, kudo që jemi, krijojmë gjëra të mrekullueshme. Edhe për këtë unë kam falenderimin më të mëdha. O Zot, inshallah, shkofsha dhe njerëz se mosha bën të vetën, po nuk e di, emocionet janë shumë, edhe shpresa është shumë e madhe. Për gëzimet më të mëdha për mësuesët, për pedagogët, për organizatorët që nga, për shembull, Hasani i mrekullueshëm, që është kryesori, që nga Mariani, Artani që i pashë vetë me sytë e mi, Araniti, Genci, Tatjana e mrekullueshme që vjen aty me si ush, se dhe vetëm njeriu kur jemi shumë bëjmë gjëra të bukura. 2 mendi themi ne janë më shumë se një mendje. Kështu që jam e bindur që ky grup do vijë, do zbadhohet, do organizohet me stacionet të ndryshme që ka organizuar aty, me kurse të ndryshme, do bëj një koncert kaq të madh sa rrezik në kuptimin e bukur që do vijë këtu në Tiranë, do jetë një mrekulli e Zotit. Aq më tepër që
po mundon të krijon jo dhe i gjëra të tjera, po dhe televizor aty. Kjo është nuk e di, bravo i qoftë. Urimi më i madh, falënderimi më i madh, do thoja. Uroj nga shpirti që të bëhen të gjitha këto realitet. Ju faleminderit. O Zot, jem dhe njerë pranë jush. Faleminderit shumë.